Mirë se vini në Real People. Dielli që ka shumë i fortë sot. Në krahun tim sigurisht që është zona historike, po s'mundet dot pa e prekur edhe pjesën e shtatores së Skënderbeut, të Gjergj Kastriotit. Kam ardhur këtu, në fakt, në vendin e atyre të cilët kanë shkruar edhe kanë ndërtuar shumë histori, po ndërkohë nga ana tjetër dua përpara se të shkoj dhe të bëj bisedën time e cila do të mbetet në memorie edhe të personazhit, edhe në memorien time, po edhe në memorien tuaj. Ju falenderoj shumë që më dërgoni mesazhe pafund për çdo që unë intervistoj. Edhe për ata persona të cilat më sugjeroni në rrjetet e mia sociale, i gjeni në linkun poshtë, linqet të cilat janë tek përshkrimi, keni faqet e mia për Kace, Florigjini në Instagram, në Facebook dhe më sugjeroni personazhe, ku duhet shkoj, kë duhet intervistoj. Më ndihmoni si gazetar në këtë misionin tim gazetarisë, po i vetëm tashmë, si freelance. Mos harroni gjithashtu që t'i bëni like videos edhe ta shpërndani, kështu do të keni mundësinë që t'i japim jahon çdo personazh real në jetën tonë. Dhe në fakt këtë e kam arritur me ju. Pse do them? Vetëm muajin e kaluar ne kemi patur 4 milion persona të cilët kanë klikuar faqen, kanë parë videot. Një pjesë tjetër shumë e madhe, 600.000 të cilët kanë qenë aktiv gjatë gjithë kohës në video, kështu që dua t'ju falenderoj nga zemra. Po nga ana tjetër keni dhënë kontributin që kur t'isha këtu në qendër të Lezhës, një nga djemt më ndaloi dhe më tha: "Oh, ti je ai tha intervistave reale." Ashtu do ta kem edhe bisedën time me Nikolin Deliu, i cili është personazhi që i ka qëndruar besnik më shumë se sa 20 vite punës së tij të zakonshme, të thjesht, dhe ti nuk e evoluar edhe në epokën e AI-t. E di Nikolin çfarë është AI? Ë? Inteligjenca artificiale. E ke lexuar për të? Kam lexuar shumë pak, po e di. Në celular ke AI? Ja, nuk e kam. Nuk e ka? Nuk e ke shkarkuar? Ja. Po pse? Sepse s'para merrem shumë me celularin. Nuk e ke qef celularin apo nuk di ta përdorësh? Jo, s'është problemi që s'di ta përdori, por nuk e kam qef. Kam edhe probleme me syt. Me Lezhën e ke lidhjen e fortë, Nikolin? Me Lezhën kam lidhje se kam lind këtu. Këtu linda. Po. Sa vjeç je? Ja, këtu ke lagja vjetër. Aha. Ku e ke pas shtëpinë? Ja, kjo është lagja vjetër, mundën të qenë. Kur thu kjo është lagja vjetër, këtu ku janë rënojat? Po, komplet është lagja vjetër kjo. A pse kjo ka qenë e gjitha lagje, kjo ka qenë lagje vjetër e Lezhës? Po, nga Pallati i Kulturës deri tek ura e vjetër, Aha. që është pas tyne. Po pse s'ka sot asnjë ndërtesë? Sepse ra tërmeti i 79 në atë kohë, Aha. dhe kishte dame të konsiderueshme, pastaj u shën për të bërë shtëpia të reja për njerëzit. Pse ti e ke kapur atë tërmet, ë? Po, kam qenë i vogël, po e kam kapur. Sa vjeç ke qenë? Mund kem qenë ke 15 vjeç kështu. 15 vjeç. Ku ke qenë kur ka rënë tërmeti? E Kam mban? qenë në fshat atje. Ke qenë në fshat, ë? E ndjeve patjetër. Patjetër se ndjem. Ka që fort ishte lëkundi? Patjetër, shumë i fortë. Ti ke qenë në shtëpi, ke qenë Jo, kemi qenë në shkollë. në shkollë, Po ë? më sa kujtoj. Çfarë mban mend? Me aq pak sa mban mend. Aq pak që më mendon për qytetin që ra tërmeti i fuqishëm. Njerëzit morën ato iniciativat e veta pastaj për ta rindërtuar. Sepse ishte edhe koha që edhe Po nga dita e tërmetit u friksove, si i njoftoheshin njerëzit në atë kohë, se telefona s'kishte? atëshi ishte më anë fjalëve. Ndodhi kjo, ndodhi ajo. Shumë ndodhi në Lezhë. Shkolla u shkatru? Shkolla po. U shkatru, ë? Shkatru, normal është bërë shkolla e emës. Po në i fëmijë është dëmtu? Jo. Asnjë, ë? Jo. Po njerëz që humbën jetën? Njerëz ka pas njerëz që kanë humbur jetën këtu fare. Thjesht kanë marrë shtëpiat ato plasaritet e veda. Dhe pastaj u rinërtu. E kuptoj. U rinërtu në pjesën e tjetër të kësaj zone. Le të themi në Lezhën e Re. Po, ishte re. Lezhë e Re asaj kohës, ë? U morë parasysh kur u bën ndërtimet që mos na binte në një tërmet tjetër, se në atë kohë ka qenë tërmeti i Shkodrës. Po, si hapësirë. Si hapësirë. Pastaj ka kapë edhe Lezhën. Në Shkodër gjithashtu u bën nami atëherë. Patjetër që është bërë nami edhe atje. Si ke pas raportin me shkollën? Çka?
S'kam qenë Allah shëndzanës i mirë, po shka mirë, gjina. Vërtet, ë? Ja. Mirë. Pse, nuk e ke patur me qef? Jo, me qef e kam pas, nuk është se kam pas me qef. Po dhe rrethanat. Po mirë, nuk jam dalë... Pse rrethanat? Cilat ishin rrethanat që? Shkojmë këtej nga Gjergji? Sin kone e kaluar. Jo fukarallëku, jo fëmijë shumë, jo... E pas pish kanë qenë ato. Po gjithsesi, nuk kam qenë nxënës i keq. Nuk e qenë nxënës i keq. Do me thënë, ti në vitet 80 ishe 15-16 vjeç. Sa u bëre sot? Sot jam 63 vjeç fiks. 63 vjeç. Dhe ti ke qenë fëmija i sat në familje? Unë kam qenë i dyti, ka qenë vllai i pari, unë i dyti, pastaj kanë qenë ato të tjerët. Sa kanë qenë tjerë? Sa jemi 10 kalamajni. Oh, pse ka shumë? Kemi 4 motra e 6 vëllezër. Po kështu të shi sa e din baba, nuk e di unë. Me një nën keni qenë që të gjithë? Po, me një Me një nën? nën. Ka pas qef baba shumë fëmijë? Apo... Për derisa ka baba 10 kalamaj, qef do të ketë pas. Se në i herë në atë kohë bëheshin edhe nga pakujdesit, prandaj them. Normalisht. Po ishte ajo rregull i ligjor, që sa më shumë fëmijë të kesh, të marrësh për çdo vit një mbështetje nga shteti. Kur fillove punë ti për herë të parë? Unë kam fillu punë për herë të parë në 83 kështu. Në 83-shën, ë? Pastaj kam shku ushtar në 85. Ku e bëre ushtrin? Ushtrinë e kam banë në Shëngjin. Në Shëngjin? Po. Të mërziti jeta në fshat? Ja, u ambientum, si thonë, me fshatartë. Ke pas në një talent ti kur ke qenë i vogël? Po, kam qenë i mërë, kam dhe në klasë. Aha? Bile hera parë që mërësha pjesë me një koncert, ishte mësuesi i letërsisë do të zepi, ai që më tërhoqi, po të marrë pjesë në këtë koncert, pa vetë mësuesi isha njëri i lëvizshëm në klasë. I basha me qesh, s'masën e. Gradualisht, u mora me rini, me shkollën jo të klasë mama me 8 vjeçarë. Pastaj shkova ushtarë, s'kam ba ushtri fare. Thjesht ushtar isha, po jam marrë me aktivitetet kulturartistike. Do të ti ishe ushtari që nuk shkoje kur në ushtri? Po, kaq. Si a dilje? Mos me bë ushtri. Jo, po, isha. Po, pa tjetër. Por lëvizja, jo në brigadë, jo në divizion. Çfarë bënin në ushtri? Bashim aktivitete kulturore artistike. Po kështu regjimi si ishte në repart? Ti në qa ore zjoheshe në atë konë ushtri? Po në zjohesha dhe vonë, por sa më prashë me koncerte. S'kuq. Ti pas ke qenë me hatër. Gjithmonë ke patur humor nga e ke marrë sensin e humorit? Sensin e humorit, me të ndërtin si familje, nga baba e kanë pas i qik humorin edhe ato. Po jo humor skenik sigur, pa jo nësot, e kanë pas kështu popular. Po, sepse ti në fakt ke 2 element, ti bën 2 punë. Bën edhe punën si komedian, po e që i kështu, në Pallat Kulturës, por gjithashtu shet edhe gazeta. Gazetat i kam si punë e përditshme. Punë e përditshme jote? Përsa aktivitetet që marrëm në Pallat Kulturës, pastaj ta janë kur ato më thrasi për në koncerta, në komedia, apo në drama, në qanë, shkoj. Sa vite ke që shet gazeta? Gazeta kam qysh në 2000 fix. Në vitin 2000. Në vitin 2000, po pse në 2000-shin? Mbas kohës së trazirave, mbas 97-ës. Mbas kohës të trazirave, nuk u mora direkt në gazetat faktikisht. Çfarë u mora? Kalova me TV Lezhën. Se Shijaku vlot sa materialet tjera, teknike, për televizorin e vetë. Dhe këtë ja shiti dikuj tjetër këtu nga Lezhë, Agustin Cini, që është fantastik për të punë. Dhe erdhi edhe hapi televizorin në Lezhë. Ishte televizori i parë në Lezhë. Privat? Privat. Çfarë punove atë? Fillimisht je fillova rojë, se s'kishe kushtërunte. Pastaj në kamerë,
në teknik ka herë kur mungoshin. Kameraman, e? Po. Kur mungoshin tjerë edhe në teknik. Po kështu që. Po prezantus, Prezantus kena pas, shumë pas ne se kanë ardhur. ti vetë se kishe menu në i herë? Se kisha me. Po pse? S'ma kërkoj kush shallon. Majta vetëm kamerë dhe ka. Po të ma kërkote në shallon. Do me thënë t'ja u kupto çunave punës sot? Pa, A? e di. Po, To lëvizjet e, si i thonë, planet. planet me i majtë, ë? Televizioni në fakt është punë e bukur. Të ka pëlqyer? Po, televizor është punë e bukur, punë e pasër, punë që me shpirt jo jep ata që ka dënë njerëzve. Por është drejt që është konsumator në vetë vete, së prodhon gjatë. Kja është e keqja e televizorit. Ke patur ndonjëherë ndonjë ngecje në të folur? Po, fillimisht. Vërtet? Fillimisht, pastaj duke u marrë me gazetën, filloi hajde gazeta, duke përtit si kur ka dalë ajo. Ha, do me thënë në fillim ke patur ngecje, nuk flisje I vogël. i vogël, ë? Pastaj duke përtit tanë kohën skena dhe në për gazeta gjatë dizën, ka fillu duku pas tuja gjaja e keqë po e themi ne. Je paragjykur kur ke qenë fëmijë për këtë punë? Jo. Që ngecje? Jo. Jo. Asnjëherë. S'kam pas. Pas kam pas në gjallë kështu të veçanë si ta. Po me dhënë humor? E ke përdor ndonjëherë për me bë humor? Po, E ke përdor, ë? po, e përdori shumë herë, kur kam në pjesë që e di që duhet. Interesante. E ka pas bërë Salsano një personazh të tillë? Po, e di. E imitoj edhe Salsano në këtë pikë që thu ti. Po pa qenë se i ka ngela tjetër që s'kam qetë. Nuk kam se të them që Sigurisht. çdo E ke menduar ndonjëherë portokallin? Ja, se kam menduar asnjëherë. Pse? Edhe mosha të shi. Po pse më? 60 sa vjeçë, 64 vjeçë. Po Se kam hyrë kësaj pune. 64 vjeç me u marr me gazeta ke koti? Me u marr me aktrim jo, Ja, ë? dole në pension. Del në pension edhe pak? Qartë. Megjithatë ti më the që fillove punë televizion. Po. Më pas në 2000 u shkëpute nga televizioni. Po, shkuta se televizorin e bleu dikush tjetër Aha. dhe për momentin nuk u nifsha me te unë. Dhe gazeta në atë kohë kishte lek. Televizori s'kishte lek. Aha. Dhe duke Sa të paguan të atëherë në televizion ai si si roje? ishte rroga krejt qesharake. Sa nëse mban Ja, mend? i 50.000 lekë në mujtë. Që nga ja kohë deri tash me gazetë. Tash ka ra puna gazetës. S'ka lek mo. S'ka më le gazeta? Jo, thjesht unë po të gjej në punë tjetër mund ta lej qyshi tash për shembull. Po Sa kohë ka që ka rënë gazeta? po, Sa kohë bë, sa vite? 20 vjet po. Ka gradualisht të ra. Tash ka ra krejt. Sa gazeta shet si ti sot? Ka si më të herë 5 gazeta, 6 gazeta, që 20. Me i marrë gjitha bashkë. Çfarë thua më? Absolutisht. Lezhëm lexohet fare. Po më përpara sa ka qenë maksimumi gazetave që ke shitur? Në ditë. As sa vinë sot për lezhën, atë që kom shit vetëm. Sa vin sot? Sot mund vinë 100 sot. 100 gazeta ti shisje në atë kohë në ditë. Po, sot vinë për lezhën 100 sot. Kush ka qenë gazeta më e shitur në Lezhë? Ka qenë gazeta Rëdëja, fillimisht. Aha. Pastaj Rëdëja ka qenë gazeta e po, të djathëve, demokratëve. Partisë Po. Demokratike. Pastaj gazeta Shekulli që është shit pa shumë e ma. Pra, Rëdëja ishte e para, pastaj vinte Shekulli. Aha. Fillimisht. Pastaj erdhi Shekulli, paga shumë e mujti. Ja Ja doli si për Rëdës, ë? si për rëdës, pastaj erdhen 55 telegrafi e me rapo, përgjithësi u shqiqi. Shi. Tash në këtë kohë, zara. Arsyeja nuk e di, po, Po mirë, ti sa e shisje një gazet? 20 lek. jo. Ati që i vinë gazetat në Lezhë, i vjen me çmimin. Dhe merr 1% vogël për çdo gazet, i 50 lekë tjetër. Për çdo gazet që mund të shesi. Pra. Dhe ati ja marrën dëshi. Aha. Unë i shtoj 100 lekë. Po. Për shembull, Se ti e sjell deri te dera shtëpisë. ta jap ty për shembull. Po.
e ka 600 lekë për shembull. Po të marrën 700 ty. Ja çoj tek lokali, se kjo është fitimi jam ashtu. Normalisht, Që lokali, që dera shtëpisë, apo dikun ku jeti për shembull. Kjo është. Po sot cila është gazeta që shitet? Sot gazeta që shitet është Panorama. Vetëm Dhe Panorama. Sporti. Këta dyja bëjnë rakord. Qa ke sot në çantë, qa mban me vete, më tregoj që më libra. hapak çantën? Ja, për shembull, Mitrush Koteli, tregimet moshme shqiptare, një nga figurat, s'po themi kryesore, po aty mund tjetë edhe ky si Patjetër, Mitrush Koteli është shkrimtar. simbol. Vila është dënu për këto. Po tjetër çfarë ke? Ja, më tregon çik, ha. Tjetër kam kalendar, Qa ke fut? kalendari është Kalendari katolik? katolik, Aha. që edhe këtë për Liverdi E shet, ë? e kam shit. Në shet. Sa kushton një kalendar katolik? Tash ky bën ky 2000 lekë. 2000 lekë, ë? Po qa ndryshimi ka nga kalendaret e thjesht, apo? Ose i gjanë ka në gjanë, por kalendari i thjesht është i thjesht s'ka gjanë të, ndërsa ky ka ato festat. Ti vetë në çfarë muaj ke lind? Unë kam lind në 10 dhjetor, 1962. Në 10 të 62-shit. Më thuj pak ditën e lindjes, ditën fix. Ta shohim me çik dhjetori. Qa ka dhjetori sipas Dita fix, se nuk mamen? e di se sa ka i taku të shi, po me 27 datë. 27 dhjetor. Sa Tani, e ka i taku e martë apo gjile, të shi se majmë. dakor, 27 dhjetor. Sipas e djela e datës 27 dhjetor është e djela e Krishnellave. Ti i bie ke lind të djelën e Krishtlindjes. Mendoj që ke qenë i bekum? Them që po, Cili ka Deri qenë tash. bekimi yt? besimin e kam të kjo. Jam katolik. Po, e kam fjalën kur thua që ke qenë i bekuar, për çfarë të ka bekuar ty Zoti? Po begu Zoti se deri tash s'kam asnjë lloj çmim smunjet në trupin tim. Dhe e dyta s'kam qenë në spital asnjëherë. Asnjëherë, s'ke asnjë problem, tension, zemër. Absolutisht. Mund të kem shku për të miku se gjatë ditës mund të jem vëra për një gjatë vogël për shembull. Po jo. Ky është bekimi më i madh i imi. Ditën e parë kur dole të shisje gazeta, të erdhi turp? Fillimisht po, pastaj u ambientova. Megjithse i çike kisha atë nga që isha artist në kuptimin e një fjalë. Se, çfarë thonin njerëzit? Skena, po mirë, u ambientova, se edhe ku shkoj në për tavolinë ju sjell edhe humor. Për shembull, qa humori ja? Na sjell një gjë të humor. Prita vendos çantën, këtë tek çanta librin. Ti bën humor për në çastën, në moment. Bajnë një Ke bejta? Kur e përmojnë, po. Baj shumë bejte, dhe shkruj, jam autori i 4 librave humoristik. Aha. Livroj Barsaletën, livroj drejtën, skeqin, të livroj vetë. Nërsa komedinë sa rri për të shurt, akoma nuk jam. Më thuj për shumë një barsalet bukur. Ja, po ulem këtu. Një fshatar, në një gomar, dhe kështu shku për pazar, për bëjti një benzinzi, një djallosh të ju zgardhin. Hemor gjari të që kemi nga fshati. Atë ka hec këj vëzgjati, dhe largohet me shpeci, të ju ba plakut me plohonzi, s'pa vëllon plakur vesë. Ku shë benzin teknik thes, për qapu me një shtyll, dërsa dali ba krejt dyll. Hemor qëni të fshatari, të më përqesh aty pari, pa ta them një fjallë për katunit, qesh ma mirë, ku qesh i I funit. funit. Ha, sa e bukur. Edhe me mesazh mrena, ka gjithmonë drejt plaku? Po pa tjetër, Gjithmonë, u ha plaku dardhe gjaku, kanë pa thanë digur. Si ishte edhe një herë? U është plaku dardhe gjaku. Ku është plaku, derdhe gjaku? Do të thotë që Forca forca e mendimi, ti, forca fizike dhe forca e mendimit plakut kanë qenë gjithmonë pararoj për breza që kanë ardhur. respektohet sot kjo? Qëndron më kjo shprehje sot? Jo. Ku është plaku, derdhet sot gjaku? Jo, Jo. nuk e marrin parasysh rinia këtë po. Ke patur ndonjëherë konflikt me babën? Jo. Bile kam pas frikë fare. E ke pas shumë frikë? Ishte njëri serioz. Vërtet? Po si ja bëja? Mirë është kështu me pas frikë babën?
Po mirë është nëse ai nuk punon për keq asnjëherë. Punon vetëm për mirë. Si fëmia e tij. Të ka rënë ndonjëherë baba? Ja, Asnjëherë, ja, s'kam. s'man men. Jo, se më men, po mu se m'ka rra. Ata në njënin për i fëmijëve tjerë edhe mu në këtë po mu ja. Po pse të ka majtë ty Kam me qenë atë? me lezetshëm. Ose konjunkturaj. I kisha problemin. I kisha problemin gjithmonë. Se këtë ka dhe politika, se. Aha. Ja. Politikan dhe ishe bërë ndonjëherë? Ja, për një arsye. Jo, në pas një politika nuk e manat e qaj për të fotlit. Nuk e manat. Si Je marrë me politikë ndonjëherë? Jo me politikë sa marrë, po shkrujt për politikën. Va me hap në shkollë hajnije, mushur klasat plot me hora, s'esh as studi as i fije, deputet e minista shkojnë aty profesora. Thelbi kësaj është që po tjetë puna, më jollon mësim kush atyne janë deputet. Profesorët Ata që kanë e hajdutliqeve, ha? Po hajdutliqeve. Sa fike Unë kam 2 vajza. i paç me jetë. Si ke patur lidhjen me to, Nikolin? Nëne e kam pa martuar, kurse tjetër e kam të martuar. Mirë, të shkëlqyshe. Çfarë këshilla u ke dhënë atyre? Këshilla ime për ta ka qenë gjithmonë të jeni njerëz në radhë parë, pastaj tjera të vinë vetë. Çfarë bën njeriu njeri? Njëri e bën njerëzëlleku. Ti jesh i drejt, ti jesh i pasur në shpirt, dhe tjeta, ti jesh i komunikueshëm me njerëzit. Të dëgjoj të vërtetën malli me ka marrë, të gjithë ato që janë gënjeshtarë, dikush për tyre gënjen për interes, disa të tjerëve jo është bërëves. Është politika ajo që po na shkatron, sepse gënjeshtën kjo ka profesion. Natën ajo bën pushim, veç kur lind dielli, për politikani çdo ditë është një prill. Po ke pëlqej? Më pëlqeu, shumë e bukur. Dgjoj, ke ndonjë publicist që e ke për zemër, që e ke pas lexuar gjithmonë kur merre gazetat? Ja, ata ndërtën nuk kam pas në simpati për këta publicistra, po unë do të çoja një shok timi që është mrekulli, një Martin Dedaj, publicist fantastik. Po vetë sportit ka pëlqyer? Këtu kam dalë me, po sportit kam lujt në kohën e rinis. Çfarë ke lujt? Kam lujt futboll. Isha më i mirë në klas, edhe me shkollën kam qenë më i mirë, edhe me rinin kam qenë më i mirë, po thuaj se gjithë dita më shkote të lutë futboll. Po i martuar? Ja? Po, kam 2 fëmijë, po. Kur u martova? Jam martuar në 85 në kohën kur vdiqe në Hoxha. Ai vdiq, unë bë basha dasëm. Në atë periudhë? Do të ushti çfarë kontrast pak ja ishte. Gjithë kishin frikë, unë i futa i dasëm aty e marrë puna. Vërtet, a? Të thanë pse po bën dasëm? Ai kur shihej se ishte komunist, pa ata kisha thirrë dasëm me mbyllë gojën. Pse në atë kohë shikoheshin këto gjëra? Po si shikohesh? Sa të shkoj dasmë aty atëherë, Nikolin? Ata shi nuk e di se kam pyet babën, po ja 200 vete ka pas. 200 vet ke pas dasëm. Baba i ka paguajt? Baba pas, unë isha rrumpallë. Nga të gjithë vëllezërit dhe motrat, me kë ke qenë më i lidh? Ja, me i lidh kam me një motër që është e martuar është një italianë, më i lidh. Në Itali, a? Ata e ke pas pikë dobët? Pse? Alla jam donë mu shumë në du. Po pse? Se jo gjithë fëmijët. Po patjetër. Shumë ja ka përpjek gjakun pa shumë. Po me pjesë me kë nuk shkon dhe aq mirë? Ja, me tanë shkoj mirë, edhe me brezit, edhe me motër. Sepse nuk ma i nata sërgen. Unë fjallën më të madhe që mund t'ju them vëllezër e motrë, mas më bjen të shërë shtëpi, pa me më nimu s'du me nimu. Se shërë jash i keq. Kë man men nga personazhet publik? Të humorit. Po jo vetëm të humorit, në një që se ti në gjithë këto vite 64 vjeç do ke shkalu. Pa zogën e të një Nalim Hillin që kanë qenë në zgjetën. Nëse nuk kam pas për zemra se ka qenë i shkëlqyer bilash, hapa dhe klubi në zgjetja. O dhe preqi.
Po gazetare publicist ke pas miq? Nikol Leci. Nikol Lesin. Pastaj u shkoj kam punu të koha jonë fillimisht, ku ishte në Lezhë. Po në i brez më të ri? S'ke pas? S'ka pas atëherë gazetar. Thjesht kur hapin Nikolla. Ka ardhur vishin nga rreth, vishin nga Tirana për të inspektuar. Çfarë inspektore? Po në gjallë që mund kishte ndodhur në gabim në gjallë, Po ti që t'u jepje të drejtë për shkakun që kishin bërë ditën e punës apo jo? Po. Cilit për shembull? Kisha shumë me figura s'kam pasur, por të mbenin e figurës. Cilin Ben? Ben Blushin. Ben Blushin? Beni ja kam dhënë ditë e punës kraj Beni. Edhe vjen të pezit, më kam borxhe. Vërtet? Kur shkosh atje thu I keni borxhe të Lexus. Ishin në plazh me fenda, ishin në Lezhë, dita punës ishte aty. Me vërtet? Shi, sa vjeç kanë qenë atko? Në fakultet nuk e di. 20 vjeç. 20 vjeç, ë? Edhe shkonin në plazh, tek ku e bënin plazhin? Plazhin janë shnin, po bashin aty ku nga Rila. Është I Fiemane. Si puna Lezhë, si do I Lezhë, as ishte edhe Po nga të njoftën ty ata që ja u bëje ti ditën e punës? Po I që bërë në aksion aty. Edhe unë isha Në aksion ku? Çfarë bëje ti? Unë isha brigadier. Brigadier, ë? I aksionit. I aksionistave. Po. Sepse përgjegjësi sektorit, po pas me shtu një brigadier për punë mujt, me qenë si e punë shkulturit I Nikolin, ban 2 punë. Edhe më shkojt, pastaj u shoqërova me këto, po u shoqërova shpejt, as kishin kalu as 2 ditë kur u shoqërova me këta. E pas se janë pak ma ashtu se tjertë, I një dashë ditë në punë si keni... Për sa ditë I bie ja u ke justifikuar ti ditën e punës? 1 muaj rrumullar. 1 muaj punë? Nuk e di... Kush kishte më shumë sukses në atë kohë? Fevziu apo Blushi? Blushi. Blushi, ë? Si kanë pak më mëllon se si e ka marrë vetëm sot nuk e di po. Vërtet çfarë mban mend për shkakun në një situatë? Më tregon një histori me ata të dy. Ha ti ngacmojmë çik. Për shembull thotë Beni janë ai që shkuat atë ditë po po çaj do I thosh. Ai do të ikë me break date. Ja, kam shumë shok. Ja, ka disa herë njëshëm ka të. Po Fevziun e ke takuar më? Ja, atë... Ja, po se më takuar. Mendon që po ta takosh do të maj më? Beni ka tregu se I kam gjithë brigadierin. Pa, atë se më përstimi. Shumë e bukur ka. Shumë e bukur. Ki pas I ke rujt gjithmonë marrëdhëniet me të gjithë, duke sigur I ke dashur që të gjithë. Po, nuk kam qenë njëri keq kur shumë, kam qenë I shoqërisë gjithmonë. Kam edhe tipin me keni shoqërisë. Nikolin, ke pas mundësi ndonjëherë të bësh shumë lek? Se ka qenë koha e trazirave, ka qenë koha e mundësive, ti njoftë ke pas? Ja. Asnjëherë s'ke pas mundësi? Ja, s'mashlan mos jam bas, edhe fate mo. Ende njëri unë, sa do I me që më dje njëri unë, pas edhe fati e blokon. Po nuk jam, si I thoni, penum dhe probleme, se s'kam lek bolë që shnedin unë, gruja dhe vajzët që janë sot shpitime, s'kemi asë loj smuje. Kam në rënë mo. Po situatë vështirë, kur ka qenë situata më e vështirë që ke kaluar ti? Situatat vështira ka pas, vazhdimisht kam pas situatat vështira, me tonë drejtën po. Një që e mban mend për shumë. Por, sa pat hynë në llet, atëherë sa isha darë nga shtëpia, lek s'kishte kërkush atë kohëson, fillohet të bëjë lloj punësh, paga si privati mëse. Mizerabël. Me zor qosha I 2.000 lekë në shtëpi, 2 vjetër. Wow. Sa me marë bukën se ta. Po gradualisht mëse ne. Çfarë punë bëje? Po lloj punëshme. Çfarë të dilte, Po çfarë dilte. Po në atë kohë vazhdove në kulturë? Jo, kam vazhduar edhe në atë kohë. Edhe në atë kohë, po si ka mundësi? Ftosh. Po si ka mundësi që nuk bëje para? Ka qenë ftofun për këto. As në departamentin e kulturës, në teatrin e kulturës për shumë. Ka një gjallë që njerëzit e vetë nuk I kavojnë. Shumë gabim. Menimi jam, jo për mu, po. Lasë në përgjësi. Edhe ato që janë ba artista nga Lezhë, kanë shku në shkollë dhe janë ba atje, si barjeruse për shumë. Të erdi kej që nuk e vazhdove universitetin? Pas ja, nuk të them drejtë s'di me rejtë.
s'kam qenë për universitet. S'ke qenë? Jo. A ka njerëz që nuk e ka merituar, ti ke njohur gjithë, pas ke njohur shumë emra. A ka njerëz që nuk e kanë merituar suksesin? Ose që kanë qenë shumë suksesshëm, po s'kanë qenë njerëz të mirë? Kam shumë autor që bajnë libra në Belesh, të shqiden edhe keq me u thonë sy, po. Nuk janë ato që... Nuk bëjnë për atë punë. Nuk është koha në veri që ka qenë dikur që ti fusi shënësit. Ti jetë një grup specialistash që të shohin brumin atyne që i bjerë. Kur them, kur shohin brumin, jo njërës për hatër, hajde ma qite i gotë aki, ose më qite një diçka tjetë dhe hajtë kalosi je. Ta mënë me seriositet. Shumë klubi letrave ka mundësi për ta kryu një staf t'il. Dhe ardhe Nikolini me materialin dhe qëfar do t'jetaj? E shikon. Bile i baner me thonë, nuk bënë për këtë punë. Nuk bënë, e kuptaj. Pse i baner? Sepse sa me rëshmi këtë punë, me rëshmi një punë tjetër se re. Ti vetë je pendu për në i gjë që se ke bërë? Penu jam shumë gjana, po për shumë jam penu që si kam marrë radhë pundejes. Leni Mazdore. Ha që po më duhet kja, ha që po më duhet aja, ha që po më duhet kja tjetëra. Po ti kisha marrë, do kisha ecë. Cilat për shumë? Po çdo gjë, për shumë artin, do të kisha ecë më shumë. Në futboll, që kam qenë më i miri, do të kisha ecë më shumë. Edhe atë shkollë që kam ba, se me lanë më zorë, ja po që po më duhet. Jo se s'kam pas men pas. Njeri i harakatër. Që thu ti, to harakat. I harakat, po. Njeri i shoqnis, ke pas pi? Ja. Asnjëherë. Dohan. Edhe alkool? Alkool. Qaj, po më qërasë më generu. Ke ba njëre më të madhe ma. Ke ndihmuar njerëz? Kam ndihmu. Ma ata pak gjana si me i kanë lip. Shembull, nga do njëre edhe mallin që shesë se ja falë që më lejmet. Lejmet? E njof, se edhe këto tipat që donë me ta marrë këshu, bati avaj njof, këshu që e shofë se është me ta marrë i lanë. Për qëfar të dhimë se ty më shumë? Qëfar të prek ty më shumë zemrën? Çdo gjama prek, njerëzit e varfër. Sidomos, shteti duhet vunë dorën. Me të vërtet, njerëzit dikush s'ka takatin, dikush s'ka menin, dikush e ka falë Zoti. Se ja jep diçka. Nuk është suba qameti. E vërtet. Nikolin, faleminderit shumë që të takova. Ja ti tregoj se ti më kështu. Ndërkohë që ti do më tregosh gjithë filmat, unë dua të falenderoj shumë mi që ishit edhe sot me mua në Real People. Kaluan disa minuta në fakt në bisedë me Nikolinin, po ka qenë një bisedë e këndshme. Uroj që të keni marrë dhe ju mesazhet tuaja. Mos harroni të ndiqni kanalin Florigjini në YouTube, bëni subscribe, bëni like, lini komentin tuaj poshtë, edhe shpërndajeni këtë intervistë për gjithë ata të cilët duhet që ta shohin. Dua të falenderoj shumë të gjithë shqiptarët të cilët janë në Amerikë, ata të cilët më shkruajnë gjithmonë për personazhet me shumë dashamirësi edhe dërgojnë ndonjëherë edhe ndonjë kontribut për t'i ndihmuar dhe unë përpiqem t'i lidh me kontaktet e tyre. Takojmë në episodin e radhës gjithë mirë. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Florigjini.